Horoskopi ditor e Mërkur 14 maj 2025. Dashi, ndikimi pozitiv I Venusit do e bëjë jetën tuaj në çift edhe më të bukur sot. Do I rrëzoni të gjitha tabut dhe do bëni atë që ndjeni. Shpesh do ju duket sikur vërtet jeni në një ëndër. Beqarët do kenë disa takime, por ato do atrazojnë edhe më tepër jetën. Kujdes, të ardhurat do vinë duke u përkeqësuar. Bëni shumë kujdes me çdo shpenzim që do kryeni. Demi, në planin sentimental, më në fund do ju gjeni zgjidhje problemeve dhe do ndiheni disi më të qetë. Gjërat mund të zgjidhen shumë mirë me pak mirëkuptim dhe tolerancë. Beqarët do përdorin të gjitha armët që kanë për të joshur, mirë po nuk do ja arrijnë dot qëllimit. Financat do kërkojnë më tepër vëmendje dhe përkujdesje nga ju, po I lat pas dore do keni vështirësi më vonë. Binjakët, do admironi jashtëmase partnerin tuaj gjatë kësaj dite, për shkak të sjelljes së tij kundrejt jush. Ai do lërë gjithçka pas dore, vetëm që t'ju bëjë juve të ndjeni sa më mirë. Beqarët të qëndrojnë edhe sot vetëm, sesa të përballen me zhgënjime më pas. Financat do jenë në të njëjtën gjendje siç kanë qenë më parë. Nuk do keni për çfarë të shqetësoheni. Gaforja, për çiftet dita e sotme do jetë e mrekullueshme. Do I shtoni dozat e imagjinatës dhe do përjetoni ndjesi të paprovuara më parë. Beqarët nuk do kërkojnë me ngulm dikë për ta pasur pranë, por gjithçka do ju ndodhë si me magji. Shumë gjëra do ndryshojnë për ta. Në planin financiar, mos ndiqni instiktin, por mendoni çdo gjë me kujdes para se të kryeni ndonjë investim. Luani, ata që janë në një lidhje do kenë nevojë për ndryshime të menjëhershme në jetën e tyre. Pa hedhur asnjë hap, flisni një herë me partnerin tuaj. Beqarët do kenë dashuri me shikim të parë dhe gjithçka do ndryshojë për ta. Në planin financiar, do të merreni më tepër me menaxhimin e të ardhurave në mënyrë që situata të mos ketë asnjë tronditje. Vygjëresha, nëse nuk I kushtoni rëndësinë e duhur partnerit tuaj sot, marrëdhënia me të do ketë luhatje. Mirë do jetë të tregoni më të disponueshëm dhe më të përkujdesur me të. Beqarët duhet ta mbyllin një herë mirë kapitullin e së shkuarës dhe të fillojnë një kapitull të ri. Situata financiare do jetë e qëndrueshme dhe as pak problematike. Ruajeni sa më gjatë këtë gjendje. Peshorja, çiftët do kenë një ditë me shumë fat sot. Gjithçka që do doni do ju plotësohet si me magji. Çastet e lumtura do jenë të njëpasnjëshme. Beqarët duhet të tregohen të matur. Jo të gjithë pëlqejnë lajkat dhe përkëdheljen, kështu që kujdes. Në planin financiar, fati do jetë me ju. Do keni të ardhura edhe për të shpenzuar edhe për të hequr mënjan për të ardhmen. Akrepi, ditë përgjithsisht e animuar kjo e sotme për të dashuruarit. Ambienti do ngrohet së tepërmi dhe ju do ndiheni më së miri. Beqarët do qëndrojnë shumë indiferent ndaj personave që do joshin, sepse ende nuk duan të nisin një histori dashurie. Financat nuk do jenë të këqija. Megjithatë, duhet pasur kujdes me çdo shpenzim të tepruar. Nuk do ketë më kthim prapa. Shigjetari, ditë sensuale dhe mbushur me emocione të fuqishme kjo e sotme për të dashuruarit. As vetë nuk do e besoni se si ambienti do bëhet aq I ngrohtë. Beqarët do vazhdojnë me të njëjtën rutinë sepse nuk pritet që gjërat të ndryshojnë. Perspektivat financiare janë të mira. Më në fund do e stabilizoni situatën dhe do ndjeni shumë më të qetë se më parë. Britsjapi, do ju pëlqejnë jashtëmase ndryshimet që do ndodhin sot në jetën tuaj në çift. Qetësia dhe rutina kishte kohë kishte ardhur në maj të hundës. Beqarët do kenë takime mjaft premtuese, të cilat do ndryshojnë menjëherë jetën. Urani do jetë planeti më I favorshëm për financat. Ato do fillojnë dal nga dal të ekuilibrohen pas një periudhe të vështirë. Ujori, dita e sotme nuk do jetë ashtu si e prisnit. Do ju duhet të bëni shumë durim në mënyrë që atmosfera të mos nxehet më shumë se sa duhet. Beqarët as sot nuk do kenë fat dhe do mbeten sërish vetëm. Mos bëni asgjë me zor, sepse do lëndoheni më vonë. Në planin financiar, ruajeni sa të mundni vigjilencën dhe mos bëni shpendurime shpenzimet. Peshqit, jeta në çift do jetë e mirë sot, edhe pse pasioni nuk do ndizet aq fuqishëm sa ju e kishit menduar. Shfrytëzojeni ditën deri në sekondën e fundit. Beqarët do kenë një takim mbreslënës, I cili do ndryshojë një herë përgjithmonë të ardhmen. Në planin financiar do kryeni transaksione dhe investime të rëndësishme. Çdo gjë do shkojë më së miri.